Qendra kulturore e fëmijëve në Has festoi me gëzim ardhjen e pranverës dhe ditën e verës, duke sjellë një atmosferë festive të mbushur me hare, energji pozitive dhe buzëqeshje fëmijësh. Në një ditë të bukur pranverore, në rrezet e ngrohta të diellit, ambientet u mbushën me ngjyra, lojra dhe gjallëri, ndërsa fëmijët u bën protagonistë kryesorë të kësaj feste të veçantë. Aktiviteti organizuar për të mirëpritur stinën e re solli emocione të bukura dhe momente të paharrueshme për të vegjëlit, të cilët festuan me entuziazëm dhe gëzim ditën e verës, me lojra të ndryshme, këngë, balle dhe aktivitete argëtuese. Fëmijët shijuan çdo moment të kësaj feste, duke përcjellë mesazhin e gëzimit, shpresës dhe rigjallërimit që simbolizon pranvera. Dita e verës, si një nga festat më të dashura tradicionale, u mirëprit me shumë gëzim nga fëmijët e Hasit, të cilët përmes lojës dhe aktiviteteve festive përjetuan nga afër emocionet e kësaj dite simbolike. Për ta, kjo festë ishte jo vetëm një moment argëtimi, por edhe një mënyrë e bukur për të ndjerë energjinë e stinës së re dhe për të ndarë gëzimin me njëri tjetrin.